këtu në studio tani, gjithmonë duke ndjekur këtë proces. Në studio është bashkuar deputeti Klevis Balliu, që e falenderoj që gjeti kohën të vi në këtë ditë të ngarkuar edhe në studio. Faleminderit që erdhe. Nisim së pari, flasim pak për këtë proces zgjedhor të Partisë Demokratike të ditës së sotme, ç'mund të thuhet, dhe pastaj prekim pak edhe se ju hyni në një riformatim të plot të gjithë drejtimit të partisë, riformatim që do ketë ose jo surpriza, do e shohim fund edhe pas kuvendit pastaj, po do të rikompletohen pra edhe një herë gjitha organet drejtuese të Partisë Demokratike. Pas këtij procesi do të jetë dhe kuvendi kombëtar në të cilin del dhe Këshilli Kombëtar, që më pas do të vendosë se kush do të jetë dhe kryesia e re e Partisë Demokratike, përfshirë aty edhe kryesinë e vogël që përbëhet nga nënkretarët e partisë dhe sekretariatet. Pra, është një gjithë një proces, votimi, riorganizimi, po më shkruan të dikush tani, prandaj po shikoj edhe telefonin, që vetëm me procese zgjedhore që nuk ka plagosje e vrasje janë këto proceset e Partisë Demokratike, se të pjesët e tjera pastaj ku bëhen zgjedhje, gjithmonë dalin banda, kriminal, hajdut të ndryshëm që kërcënojnë kundërshtarët politik apo qytetarë që mos hyj këtu, mos dil atje. Dhe kur shikon duhet që të ketë banda dhe nxjerrjet brenda partive. Jo, po kur shikon pastaj që turren këta të Partisë Socialiste që ju organizojnë zgjedhjet me kriminalë dhe thonë, jo, po nuk është mirë ky procesi, nuk duhet apo s'duhet, ndërkohë që s'thon asnjë fjalë për proceset e inkriminuara që i ka quajtur të këtilla jo unë apo opozita, apo raporti ose Beodirit, domethënë sikur këta që dalin dhe bëjnë gam mëngjesi deri në darkë kundër qytetarëve dhe Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo që janë, sikur të dilnin të flisnin paktën sa gjysmë ose Beodirit në lidhje me proceset elektorale të organizuara nga Edi Rama, do kishte qenë mirë. Gjithsesi, ajo që dua të bëj aktualisht është të falenderoj nga zemra të gjithë demokratët të cilët po dalin masivisht dhe të gjithë strukturat e Partisë Demokratike që po organizojnë këtë procesin, pra komisionerët që janë aty dhe numërusët që do të i numërojnë në çdo deg të gjitha fletët e votimit në mënyrë transparente, se ne s'kemi një gjë për të shehur. Dua t'i falenderoj për gjithë punën që ata kanë bërë deri tani dhe që po bëjnë, dhe për punën që ata do të bëjnë edhe në kuvendin kombëtar të gjitha aksionet e Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi. Në këtë aspekt mendoj që është për tu vlerësuar refuzimi nga ana e Partisë Demokratike për të krijuar farsa elektorale, sepse kam dëgjuar këtë diskutimin që është vetëm një kandidat, ndërkohë nuk e kemi shpikur ne këtë që është bëhet me referendum, ashtu është zgjedh kryetari i EPP-s për shembull, ashtu është zgjedh Rishi Sunak në Angli në 2022-shin me referendum. Dhe nuk është një proces që nuk njihet. Kuptoj për ata që nuk njohin asnjë lloj procesi elektoral, që janë të Partisë Socialiste që s'bëjnë zgjedhje fare dhe i kanë të gjitha në bazë të drejtorëve, kush ka vjedh më shumë, merr më shumë pozicione apo ka më shumë mbështetje. I mirë kuptoj, hajdutët që nuk din, i mirë kuptoj. Kurse në rastin konkret për një qytetar duhet të dinë që referendumi nuk është një gjë që shpiket, është diçka që është parë në vendet më demokratike dhe në institucionet më demokratike të botës, siç është EPP-ja, një organizatë politike më e rëndësishmja sot në Europë, që kryetarin e vet e ka zgjedhur me referendum në 2022-shin. Po njësoj është rasti me Rishi Sunak, njeriu që u bë dhe kryeministër i Britanisë së Madhe, është zgjedhur me një kandidat, pra me një referendum. Sepse është mundësia për të zgjedhur, nëse nuk je dakord me këtë proces, atëherë ti e voton kundra. E ke mundësinë, është hapësira për ta vendosur. Thënë kjo, unë vlerësoj shumë faktin që ne si parti, dhe kam qenë militant i kësaj, refuzuam bërjen e një farse elektorale, se kishim fare të lehtë të zgjidhnim një kandidat, mund dilte Klevisi kandidat, dhe themi që kemi një proces, jo, nuk ka nevojë për farsa të tilla, ka nevojë për të vërtetën, dhe vërteta është kjo. Pa diskutim, edhe unë, dhe kush do tjetër, besoj, do të preferonte që të kishte një garë midis 2, 3, apo edhe 5, po doni ju, kandidatëve të cilët do ishin një garë të fortë me njëri tjetrin, por kur nuk është mundësia për të patur një garë të fortë, nuk e pse bën një garë falso. Për qartë të gjithë njerëzit që edhe mund ta kenë dëshirë ta drejtojnë Partinë Demokratike, aktualisht janë dakord që Partia Demokratike të drejtohet nga Sali Berisha. Se për ishës vërtetës edhe nuk kanë ndonjë tjetër që të ketë punu më shumë, apo të ketë përballur më shumë, apo të ketë denoncuar më shumë se Sali Berisha. Jemi Cezari që i takon Cezarit, i takon atij, ti jetë aty, sepse është ai që po merr përsipër, jo vetëm risjet për plaset, më mjafton të shikosh për kë flet kundërshtarin nga mëngjesi deri në darkë, me kë merr. Vetëm Sali Berisha.
Pse sa atë kanë frikë. Një pushtet merret me atë që ka frikë. Pa ishtë target, në fakt, i pushtetit. Jo target, por nuk është parë target i tillë, në këtë formë, të targetohesh në këtë formë, nuk ekziston kjo në asnjë vend të botës. Nuk ka ekzistuar ndonjëherë kjo në këtë lloj forme. Nga mëngjesit deri në darkë, të kesh televizione të tëra, me skripte gati, gazetar, analist, pa le ata analistët e pavarur që paguhen me paratë që i vidhen qytetarëve shqiptar, paguhen ata dhe dalin aty llapa gjithë ditën, dhe dalin me villa, me rezorte, me çfarë doni ju, s'di njëri nga i marrin këto parë, këta janë pa punë. Vetëm punë që kanë dalin atje, shash Sali Berishën. Është një nga punët më fitimprurë se sot shash Sali Berishën. Nuk di unë tjetë parë në një vend botës kjo, që tjetë profesion, sharja e Sali Berishës. Ta kesh profesion. Ta me profesion të sulmojmë Sali Berishën. Pastaj thonë se duan demokratët. Demokratët janë budallë, e dinë, dhe shqiptarët e duan për këtë arsye. E dinë, ju problemin me këtë njerëz e keni. Dhe mirë bëjnë ta që e kanë problemin, dhe mirë bëjnë që e kanë frikë. Shumë mirë bëjnë. Se ditët po vinë, po numërohen. Okej. Për te kësaj, që është një vendim politik i brendshëm i Partisë Demokratike se si e bën këtë proces dhe se si e çon, si e gjykon më të përshtatshmin në këtë moment që flasim. Për anën teknike të organizimit të partisë, si partia më e madhe opozitare, se e gjitha bëhet tani për të përballur në zgjedhjet që do të vinë vitin tjetër, pas 2 vjetësh e tjera. Sa ndihmon ky proces edhe në një farë organizimit partia, që nga listat e antarëve, të mënyra se si bëhen, se sa të përgatitur janë njerëzit që do shkojnë pastaj, se ka pasur diferenca, me thënë të vërtetën, edhe në teknologji edhe në të gjitha, se dëgjuam që doja tani donte të fuste inteligjencën artificiale, të rriste nivelin teknologjik. Se ne kemi parë si janë ekipet kur shkojmë aty në zgjedhjet parlamentare. Një ekip është me laptopa dhe me gjithë të dhënat e shqiptarëve që i kanë aty nga kudo, dhe ekipi tjetër është me stilolapsa që punon me njohje, me kontakte, me kushte më të dezavantazhuara. Sepse kemi atë që thot raporti ose BODIR-i që këta përdorin resurset shtetërore. Është shkeli ligjore, dhe prandaj ato i shikoni me laptop dhe kanë gjithë dhënat e njerëzve, kanë akshin me vete, dhe kanë gysa gasin. Se mori akshin edhe ja jep të këtyre, sa akshi kjo është. Gjitha informacionet personale, dhënat, sa kredi, a ke kredi, s'ke kredi, ku e ke marrë borx, pse e ke marrë borx, ta kanë akshin. Pra, institucioni i krimit organizuar që është akshi sot, që drejtohet nga Edi Rama, është në varësi të Edi Ramës, direkte, shërben këtyre për këto çështje dhe prandaj shikoni ashtu. Në çfarë besoj kuptuar. Por kjo nuk duhet ta ndalojë. Kjo nuk duhet ta ndalojë opozitën që përmirësim teknik po e quaj. Kjo nuk duhet ta ndalojë opozitën që të zhvillohet nga ana teknologjike. Dhe prandaj edhe ne kemi krijuar departamentin AI, për të cilin ka pasur një takim mos gaboj 2 ditë më parë kryetari i partisë, dhe mendoj që është një departament shumë i rëndësishëm që ka nevojë për një fokus të veçantë, sepse nëpërmjet teknologjisë sot ne mund të lehtësojmë shumë punën tona dhe mund të marrim më shumë informacion dhe të organizohemi më mirë. Së dyti, pa diskutim që këto procese janë të rëndësishme, sepse ti shikon edhe aktivitetin e antarësisë së partisë, sa aktiv janë, patjetër jo çdo procesi ngjan tjetrit. Kemi raste kur kemi pasur gara për shembull për primaret, por çdo njeri ka disa mbështetës, pavarësisht se fitojnë 10 apo 12 veta apo 20 veta, por aty kandidojnë 200 persona, dhe 200 persona normalisht mund të nxjerrin në votime më shumë se një person, sepse ata të gjithë garojnë dhe gjithë secili ka influencën e vet, dikush më shumë, dikush më pak. Rasti konkret bëhet fjalë për një referendum midis idesë të vazhdimësisë së Sali Berishës, a jemi dakord me projektin e Sali Berishës për përballjen frontale, për protestën kundër qeverisë, për një përballje me këtë krim që po i bëhet Shqipërisë, ose duhet të ndjekim një rrugë tjetër, dhe prandaj është pro ose kundër vota. Nëse demokratët do të zgjidhnin që duhet një rrugë tjetër, atëherë ky proces do të binte dhe do të rishikoheshin të gjitha proceset tona, që janë marrë deri tani, dhe aksioni politik dhe gjithçka tjetër. Unë mendoj që demokratët janë qartë se kanë treguar mbështetjen e tyre për këtë linjë në protestat dhe në përplasjet dhe përballjet e tyre me qeverinë, dhe besoj që do të vazhdojmë në këtë rrugë, por kjo nuk ndryshon faktin që ka një nevojë jetike për rivitalizim në strukturat Partisë Demokratike, dhe nuk e kam fjalën për strukturat poshtë,
Partisë Demokratike, po them Këshilli Kombëtar ka nevojë për ndryshime, ka nevojë kryesia, po të doni ju, ka nevojë për ndryshime, sepse ka dhe të tjerë që mund të jenë më mirë se dikush tjetër, apo të vlerësohen individë të caktuar, të cilët nuk janë vlerësuar apo ndjen të pavlerësuar, të futen në garë. Në këtë kontekst, unë kam bindjen që do të ketë një garë të fortë në këtë aspekt për poste kyçe të Partisë Demokratike, se gjithmonë bie në sy kjo gara për kryetarin, po nuk është vetëm kryetari, është kryesia, lidership i partisë që ka nevojë të patjetër, dhe është jetike për organizimin e partisë dhe për aksionin politik. Pra duhet të shikojmë këto dhe besoj që do ketë ndryshime, sepse kam dëgjuar njerëz që nuk kanë pasur interes herën e fundit të garonin në kryesi të partisë, për shembull, apo në Këshill Kombëtar, të cilët sot kanë shprehur interes. Unë vetëm sot kam marrë 3 telefonata që më kërkonin mbështetje për Këshillin Kombëtar. Pra, qartazi ka filluar edhe lobimi dhe kjo tregon interesin e madh që ka për afishimin me Partinë Demokratike dhe ajo që më ngroh më shumë është fakti që shikoj interesin e madh për të përballur me pushtetin. Sepse sot që të vish në PD vjen praktikisht me një garanci për përplasje me qeverinë. Nuk ka asnjë institucion tjetër sot në Shqipëri që është përballë qeverisë. Të gjitha janë të grabitura nga qeveria. Nuk kemi më institucionet pavarura, s'ke as Bank Shqipërie, s'ke as AMA, s'ke asgjë, s'ke OJF, nuk ke këtu ke gjithçka. Rama dhe ka vetëm një institucion që ka përballë dhe ajo është opozita, Partia Demokratike. Do ketë ndryshimet statutit në kuvend pastaj. Janë të rëndësishme, janë për të pasur jashtë kuvendit të Partisë Demokratike? Pa diskutim, do unë besoj që ka nevojë për ndryshime. Unë kam bërë dhe propozime të mia në lidhje me organizimin e partisë dhe shpresoj që ato të merren parasysh. Janë shumë njerëz që kanë dhënë propozimet e tyre. Po, sepse ne ngritëm një grup pune për çështje statutore, që drejtohej nga kryetari i grupit dhe nënkryetari aktual i partisë, zoti Gazmend Bardhi, tek i cili të gjitha degët kanë pasur mundësinë, apo çdo antar i partisë ka pasur mundësinë të çojë tek ky grup pune, një grup i madh për rreth 15 vetash, në mos gaboj, mund të jem gabim. Të gjithë antarët e partisë kanë pasur mundësinë të çojnë propozimet e tyre për nevoja të ndryshme statutore. Ka pasur kërkesa që duhet mbajtur primarja, ka pasur kërkesa që nuk duhet primaret. Pra çdo njeri ka pasur mundësinë të bëjë dhe këto patjetër konsultohen, diskutohen, dhe nëse marrin aprovimet e duhura, merr mbështetjen për të shkuar më pas në kuvend, dhe në kuvend pastaj bëhet dhe votimi final, sepse kalojnë disa procese, votohen në përdeg, votohen në kryesi, në Këshill Kombëtar dhe gjitha tjerë. Pra, janë disa shkallë, por kam bindjen që do të ketë ndryshime statutore, ka nevojë për ndryshime statutore në mendimin tim, ka nevojë për një riorganizim edhe në koncept vetë strukturës organizative të Partisë Demokratike, siç thash unë kam bërë propozimet e mia, shpresoj të marrim parasysh. Do shohim, do diskutohen gjëra gjatë në kuvend apo para diskutohen, para se të shkojnë atje shkohet me propozime. Ato janë edhe në fazë diskutimi sepse ka grupet e punës, pra nëse flasim për organizimin, ka një grup pune, nëse flasim për statutin ka një grup pune, nëse flasim për kuvendin ka dhe një grup pune që është duke u marrë me organizimin e kuvendit. Pra çdo gjë diskutohet paraprakisht, janë nëpërmjet departamenteve dhe edhe të gjitha institucioneve tjera të partisë. Ajo çfarë vlen këtu është që kemi një Parti Demokratike e cila është sot me motor të ndezur për riorganizimin dhe rivitalizimin e saj në koncept dhe duke u përshtatur dhe kohës, pra siç thatë ju për departamentin e AI dhe shumë departamente të tjera. Pra, në këtë aspekt, ky rivitalizim pa diskutim që do të ndihmojë. Ne nuk mund të jemi perfekt dhe s'kemi se si të jemi perfekt, as nuk kemi qenë, as nuk kemi dhe as nuk do jemi ndonjëherë perfekt. Unë mendoj që ne gjithmonë kemi ato gabime apo problemet tona, por sot është më e qartë se kur që kjo është një opozitë e cila rrin përballë pushtetit aktual. Dhe kushdo qytetar që e shikon që ky pushtet është një pushtet që vjedh, e ka sot një shtëpi, e ka sot një familje ku mund të mbështetet. Dhe ajo është Partia Demokratike. Dhe unë i ftoj gjithë të bëhen pjesë e këtij aksioni. Shiko, unë ndjek e qartë ndonjëherë se shikoj gjithë të zhurmë dhe propagandë dhe ndonjëherë habitesh se sado lek të marrësh, vjen një moment
moment që njeriu nuk mund të shesë familjen, shpirtin, vendin e vet për 2 lekë më shumë. Se tani kur ta thot gjithë Europa dhe mbar bota që zotëri ke probleme me inkriminimin e politikës, ke probleme me drejtsinë se e ke penguar në rastin e Lubis, që ke probleme me sigurinë kombëtare se e ke shitur të gysa gasi me akshin, që ke probleme me ekonominë, që këtu merr 600-700.000 lekë rrogë në muaj për të blerë një apartament duhen 5.000 euro metri katror, që kur je, rrogat e Bangladeshit me çmimet e apartamenteve të Milano ose të Parisit e të Londrës, si mund dalësh ti ta mbrosh atë se po të fusin ty 2 lekë në gojë të tjera dhe vjen një moment njeriu shikon prak moralin se ato lekët e dreqit nuk do i marrësh me vete, do bëhet gjykimi në mos tu do bëhet lart. Pra të paktën njeriu e ruan një fije morali. Vjen një moment që thuhet boll, mjaft. Unë nuk them që Edi Rama ka shpik korrupsionin. Por nuk mund të vrasësh një komb për të mbushur xhepin. Por mirë ky është kriminal, po ta që dalin ta mbrojnë, po këta janë më kriminal se ky. Që të jemi të sinqert, këta janë më kriminal se ky. Se nuk mund ta shesësh shpirtin njeriu dhe familjen, se çka ka ndodhur në Shqipëri, kjo është goditur. Është goditur familja. Është goditur familja sepse janë ndar. Ka ikur një djalë, unë sa u ktheva sot nga Kashari, erdhi një demokrat që do votonte. Aty ai vinte 4 vet në votim. Vinte vetëm sot. Njërin djalë në Gjermani, njërin djalë në Holland, dhe djalin tjetër ka pas një problem shëndetësor. Pra në këtë aspekti ka vjen një moment të u boll mo. Se po shikojmë, kam miq të mi të cilët i kam pas shok klase, sot si kemë këtu. Dhe që nuk kanë qenë njerëz të cilët kanë qenë pa mundësi ekonomike për hir të vërtetës, kanë pasur mundësi, po prapë kanë zgjedhur tikën sepse nuk kanë siguri për fëmijët e tyre. Se ne kemi parë shkollat se si janë. Ne kemi parë rrugët e Tiranës. Mjafton të shikosh Astirin natën se si është. Rrugica ti s'di ku kthehesh. Pra në këtë aspekt vjen një moment njeriu thot boll. Po këta pas kanë limit. Meqense këta s'kan limit, edhe ne duhet kemi një qasje të ndryshme ndaj këtyre, mendoj unë. Ka ardhur koha për një qasje tjetër. E qartë. Këtë e evoluojmë pastaj në bisedat e ardhshme, si duhet të jetë kjo qasje ndryshe tjetër, po të shohim se çfarë do ndodhi me gjithë proceset edhe deri javës tjetër në Partinë Demokratike. Zoti Balliu, faleminderit.